Vlezër të nderuar të pranishëm, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falemdrejmë Allahun Azza wa Jall që na mundsoi këto 10 netet e fundit të mbrim. Kulus Allahun Azza wa Jall që çdo njërit nga ne na regjistron prej atyre që e kemi mbri natën e Kadrit, që na ka regjistruar Allahu Azza wa Jall në peshorën e veprave të mira dhe na i ka fal gjunahet dhe na ka regjistruar prej tyre që do të arrim gradën e adhurimit 84 vite, ashtu siç kanë thënë dietarët, khairun min alfi shahr, Zoti e përmend më tepër se sa 1000 muaj. Allahumma amin. Në ligjëratën e kaluar kemi folur për Ibrahimin alayhis salatu wassalam, i cili e thiri popullin e tij përdori metoda të ndryshme, duke treguar metodat që i përdori me ata të cilët i adhuronin yjet, po ashtu i përdori dhe metodat e atyre të cilët i adhuronin idhujt, dhe megjithatë përdori një metodë shumë të mirë ku e la në ditën e Bajramit, në ditën e festës. Pse ditën e festës apo ditën e Bajramit? Se Bajram është gjuhën turke e cila e ka për qëllim fest, të Bajram. Do të thonë festa e tyre. Pse? Se krejt njerëzit në festa krejt mbledhen. Qëllimi o konë sa ma tepër me arritën thirrja në rrugën e Allahut për ta kuptuar njerëzit kanë tauhid. Do të thonë i ka bë ditën e Bajramit. Jo vetëm kjo ka qenë metodë shumë e mirë që pastaj ka përdor kush? Edhe Musa alayhis salam. Kur ka ardhur Firauni dhe ka dash debatoj me Musa alayhis salam, dhe i ka tregu Musa alayhis salam se Allah ma ka dhënë mua një mrekulli, një shkap i cili bëhet xharpën, edhe e ka fut dorën në xhep, dhe kur e ka nxjerr dorën prej xhepit, i ka dal dora e bardhë, i ka shkëlqit dritë, ka thonë ti kanë magjistar. I ka thonë Musa alayhis salam, do shohim se kush është magjistar, a jam unë pejgamberi i Zotit magjistar? I ka thonë kam i thirr do magjistarë dhe kena më ardhën tash kush ka me sfidu njëri, kush ka me fitue, ai ka me qenë domethënë më i lartë. Çka thot Musa alayhis salam? Jo është ai. Kur? Jaumu zine, ditën e festës, ditën e Bajramit. Pse jaumu zine e kanë quajtur dita e zbukurim? Se ketë veshë me tesha të reja, me tesha të bukura dhe festojnë atë ditë, atë festë. E ka thonë atë ditë. Edhe atë ditë e kanë nënçmuar Musa alayhis salam. Kur kreti i ka thirrë, të parë që e kanë besuar janë konë çata magjistar, e pastaj edhe populli vetë, dhe pastaj ka kërcënuar popullin sa ai që i beson Musas, ka me vrarë, ka me mit, ka me varr ndru, e metodat ndryshme, domethënë dënimit e të burgëve kujt diçka. Ibrahimi alayhis salam e ka përdorur ditën e Bajramit. Po ashtu e dini rastin që ka ndodhur edhe një i cili nuk ka qenë pejgamber, se ka herë Allahu Azza wa Jall pejgamberëve ju çon mrekulli për mi bind njerëzit se nuk bindën me argumente, sikur të treguam devën e Salihut, sikur që treguam që Zoti e hedhën këta personat në zjarr dhe Zoti e shpëtoi nga zjarri dhe nuk u djeg Ibrahimi alayhis salam. Dhe këto tregon se edhe një voglush, një djalë i ri besimtar musliman ka dënjerë nëse është njëri devotshëm, edhe kur e ka dert fejen, edhe kur e ka bindjen Zotin, që me tregu realitetin, që me dal feja Allahut, ajo është nga ndihmtarje, dhe ajo që i sfidon krejt, është një i cili quhet Gulam, i cili një djalë besimtar i madh që fillon të i thret njerëzit një nga një derisa mbrin tek mbreti, i cili edhe ai në atë kohë kishte pretenduar vetin se është Zot. Edhe çka ndodh? Ndodh që ai do ta mbyte me metoda ndryshme se në vret. Sikur Ibrahim alayhis salam e gjujtën zjarr, dashën me mbit, mirë po thot berdan wa salam, zari ka qenën i ftoft, i frest, paqe, që se ka djegën. Bile në transmetime, thot Ibrahim alayhis salam, nuk kam përjetu kohë më të qetë shpirtërore, a di sikur thënë ka do pleq që kanë me iman të mirë dhe besimtar, dhe kur kam shku te xhamia e pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe kur jam hundat rauda që i thënë bafshë prej bafshëve të xhenetit, atë ku mditet një kënaqësi, një rahati, kurse kisha ndi më herët në shpirtin tim. Thot Ibrahim sa me ka ndi rahatin shpirtërore kur ka qenë ku në zjarr. Edhe si ni ka bua asgjë. Ki mbreti këtij triut, këtij voglushit, i mbledh krejt me shku me evra me mbyt. Edhe i thot i badjava se në mbret edhe se në mbyt. Mundohet ndërtura ndryshme. Allah e ka bëu kiramet, i thënë. Pejgambert kanë mrekulli, e njerëzit e devotshëm të mirë Allah vaçon do, nuk janë ato mrekulli, po janë i thënë kiramete. Disa gjona çka normal në realitet duhet me gjeg zarmi. Në realitet shtiza kur ta godet duhet me shpue, duhet me shkoç. Në realitet kur është me ardh, kur e xhun, duhet me mbyt.
mirë po ka rast Allah e bën keramet, ka në rastet në jetën tonë, thot lumat kanë kalu ka une, thot kur e kum kthi shprin, nuk kon shoshe për mas, na për luftën, na për sen, thot veç kur e kum pas se veti jem s'ka pas kur gjon. Ose shembull ka ra në raketa apo në diçka, para konve të mia, kupton? Edhe ku menu që nuk plas. Edhe më si jam largu një 100 metra, 200 metra, ka, domethën ka plas në çat moment. Domethënë Allah subhanahu wa taala kanë jep kiramete njerëzve. E thot kit voglushi ka dashur ta vrasë, i ka thonë ti nuk mundesh me vrar mua. Ka thonën çish me vrar, ka thonë unë të kallzoj se si me vrar mua. Edhe ka më konën ajo domethënë strategjia jote 100% e qelluar. Çish ka thonë mbledhi krejt njerëzit që kanë atë ditë, banë një bind të madhe, edhe vrajën para raketëve. Si ta gjysh para raketëve, që më vraj. Thotë e vërtet, thotë nuk trej. Unë nuk rrej, jam besimtar i Zotit. E morën atë binën i mbledh thot njerëzit, shumë njerëzit. Domethënë nuk e di me qindra mijë njerëz i mbledhen aty. Edhe çka bën? E gjun me shigjet, nuk e godet. Thot nisan te ki harrua. Thot çka është? Thot s'ki thon bismi rabbi hadha al-gulam, në emrin e Zotit të këtij voglushit. Se kia ka konsideru vetin Zot, tash këta ato janë mbledh njerëz po e shohin, po thot gjuhim ashtu se në mit, ti je Zot, po thu, mos në mit. Ama për me mit mu, nëse Zoti jem e lejon, në emër të Zotit, po, atër mundet me ndodh kjo. E gjuhën thot, bismi rabbi hadha al-gulam. E thot, pse thot e banti këta? Ti kime vërrik, thot kime marrë vesh muhabetin mas dekës teme. Qysh kime marrë vesh? Se kure e gjuhën e 2 herë dhe nuk mundet me mbyt, për 3 herë thot, bismi rabbi hadha al-gulam, në emrin e voglushit, kure godet, vdes, edhe be ato thejna e pave. Njeri tha në emër të Zotit, derisa nuk e tha në emër të Zotit nuk vdes, domethënë Zoti kanë ai vërteti. Keq kjo ashabul ukhdud, që thënë në suratul Buruj, ashabul ukhdud kanë ngripi i natit, s'ka di ç'ishte dënoje më keq, ka bëu domethënë hendeqe, edhe i ka mbush me zjarr. Sikur Ibrahimit alayhis salam, që kanë gjujt shumë zjarr, hendeqe të mëdha me zjarr, para me noti çaq me çat gjeth që e ka bëu, çai voglushi. Ja u ka fut mpalc besimin imanin njerëzve derisa janë dakordu me hin ato hendeqet mu djeg zjarr brenda, edhe mos me laku domethënën, mos me dal pi fejës Allah. Thot krejt fillojnë mu gjujt, i gjun, një ka një, a beson unë Zot? Jo s'besoj. Gjuju. A beson ti Zot? Jo. E besoj Zotin e voglushit. Domethënë Zotin Rabbul Alamin. Djegët derisa mrin thot një grua, edhe ajo do të gjuhët, mirë po e shef fëmijën e vet lirek në dorë, i dhimbët fëmia. Allah azza wa jalla inspiron atë fëmijën, thot oj nëna eme, banu e qëndrueshme, se ti je në të vërtetë, ti je në të drejtë. Thot o Zot, vetëm për ti e bëj këtë, edhe gjuhët në zjarr. Para me not gjuhët në zjarr. E kjo çka thon? Kjo besimi në Allahun azza wa jalla. Gjuhët, edhe këtë i ka mit. Këta ato njerëzit. Allah azza wa jalla thek në suratul Buruj. Ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Ato i kishin ndez do zjarrat mëdhej dhe i gjujtën ata personat të cilët ishin besimtar në ato hendeqet. Mirë po, ato i ka shpërblithët Allahu azza wa jall me shpërblimet mëdha, e në fund erdh dënimi i këtij me gjithë popullin e vet. Kështu ndodh. Ibrahim alayhis salam tha yawmu zine, ditën e fesës, ditën e Bajramit. Edhe ditën e Bajramit para me gjithë ato argumentet mëdhoja, thot nuk besun për ati poplit vet, aq ishin çfrenum, sa që besoj e para e cila besoj me ta, ishte bashortja e tij Sara. Se ishte nga poplit që ishte martu Ibrahim alayhis salam, edhe i dyti që ishte besue, ishte djali i vllaut ti, Luti alayhis salam. A është interesant, çka ndërlidhet kjo? Ndërlidhet kur Muhamedi alayhis salam kur e pranon Islamin, kur i vjen shpallja, kur bëhet pejgamber, njeri i parë që e pranon Islamin, njeri i parë që e pranon fen, kush o kon? Hatixha radhiyallahu anha. Thot kur shkon shpejt dhe e shef Xhibril në formën e vet dhe trishtohet dhe thot lexo, thot nuk di të lexoj deri sa thot më shtrëngoj, mendova se eshat ka me thije, e thot kur dola prej shpellës, e pas në horizont mes qiellit dhe tokës, thot një krijet gjigante, i kishte 600 kraha, se del ufuk e kishte zon horizontin e qiellit. Thot u frigova ku me shku, ka shku te shtëpia, ka thon zembiluni mlomni, e kur i ka thon bashorteve çka ka ndodhur me ti, kallzon, thot Allahu ti s'ka me të hup asnjëherë, se ti je njeri drejt, ti je njeri që ju ndihmon jetimave, ti ju ndihmon njerëzve që kanë nevojë, ti Allahu nuk ka me të hup asnjëherë. Edhe e çonte Waraka ibn Naufel një djali Axhës, ai thot se ti Allahu ka me të zgjedh, ti ka me të bëu pejgamber. I pari që e besoi ishte Hatixha. I diti kush e besoi, shoku i vet i ngush Ebu Bekri. Ai që e shoqëronte Ibrahimin alayhis salam ishte kush?
Luti alayhis salam. Edhe subhanallahu njeri ku të rije me njerëzit mirë, kur ti je me njerëzit pozitiva, Allah jep edhe atij disa tipare të mira në krah të shokit të mirë çka rrin. Për ta pejgamberi sa më ka thonë kështu, ka thonë shoku i mirë i përngjan sikur ai një person i cili shet parfime. Nëse shkon taj, ose ki me bleni parfim, ose ka me t'li me parfim, ose ka me t'art era e mirë pi parfimit që kenet ati. E nëse thot me një shok të keq, me një shoqëri të keqe, thot është si shembull ati fërkatarit, kovaçit, ki me shkue, ose ka me djeg, ose era e atoj ka me të ngjit për trupin, se era e drishkut ka me t'art në trupin tanë. E thot duke ndet me Ibrahimin a.s. dhe duke e pasu Ibrahimin a.s. dhe bën emigrimin e parë, bëjnë largohen prej atij qytetit i cili kon Babilon në Irak dhe nisën për me shku rrugës për në Sham, në Haran, Allahu azza wa jall besimtar pas një kohe e dërgon edhe Lutin a.s. pejgamber kur beson dhe e pason Ibrahimin a.s. Duke shku thot rrugës Ibrahimi a.s. ndëgjon një mbret zullumqar, i cili kishte marrë vesh për informatën se është gjujt një person, një djalë i ri, e ka thirr popullin e vet në adhurimin një Zot, dhe e kishin gjujt ata në zjarr, dhe zjarri nuk e kishte djeg, dhe ishte një mrekulli që ishin habit, tregum se në transmetime prej 40 ditëve deri në 60 ditë kanë net në atë situatë. Deri në 60 ditë, deri sa u shkim zjarri krejt. E pastaj e ka thirrë, e ka çuni njeri, kush o kon që ki mbreti madh, ki mbreti madh, o kon zullumqari madh i cili e ka pretendu vetin se kjo është Zot. Edhe i ka detyru njerëzit me thonë se kjo është Zot, e ka pas një pallat madh, ka pas aq pasurin, rruzullin toksor, që e kemi përmendën, kanë qenë 4 mbretër që e kanë marrë këtë botën, e kanë sundu prej lindje deri në perëndim, 2 prej tive musliman, të cili ka qenë Sulejmani a.s. dhe Dhulkarneni, dhe 2 prej tive qafira, është Buhtnesar që ka dashur ta zdrojë Qabën, edhe çki mbreti zullumqar në kohën e Ibrahimit a.s. i cili është quajtur Nemrut ibn Kenan. Që ki e ka pretendu vetin se unë jam Zot, ashtu siç i kishte pretendu vetin kush? Firauni kur tha, ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juve më i lartë. Kur kishin shku njerëzit në pallat tek mbreti, ju kishte dhënë ushqim, haje, pije, edhe i shkon rendi i madh. Kur hin Ibrahimi a.s. po e shën pallat se rendi i madh po presin me marr ushqim dhe me marrën, domethënë, nga mallit të cilët i kishte ai, ju hip ke krejtve se andalke. Mirë, po çka ishte kushti? Kur shkoi kemi ia dhon pasurinë e vet ke ata, men rabbu, kush është Zoti jot? Ato kur i thëshin Zoti jonë je ti, ai jep ke ushqim. Ai që nuk e pranoi ke për Zot, ati nuk i jep ke ushqim. Edhe ai Zoti jonë ti, po. A jam unë Zoti juve, po. Këtë merren ti ju dhon ushqim. Kur vjen te Ibrahimi a.s., Ibrahimi a.s. nuk fol. Në moment i thot kush o Zoti jot Ibrahimit a.s. Ibrahimi a.s. thot Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Zoti jam atë kush është? Ai që i ngjall dhe që i vdes njerëzit. Çaj o Zoti jam? Ai që njeri lind, ai që rritet në barkun e nanës, pe një ujit vogël, bëhet mish, e lind, e rritet, e jeton, ja cakton e xhelin edhe vdes. Ai është Zoti jam. Ka thonë, ana uhyi wa umit. Ka thonë, edhe unë e vdes edhe m'gjallë. Çish ka me vdekje dhe ka me m'gjallë? Mbret, thot i ka pas disa të burgost, prej atyre që i ka pas dënum me vdekje të përjetshme, i ka nxjerr 2 paratina, i ka thonë ashe të ditë këto e kanë gjykimin me vdekje. Këto do të thonë të ditë kanë me vdekje. E ka thonë njonit, ja fali i lirti, çeket e m'gjalla, se si mos ta kisha thonë unë i lirë, ki kishte vdek. Tash shkosh ki i gjallë, e ki tjetër ka thotë ekzekutoni. Që thot njonin e m'gjalla, edhe njonin domethënën e vdekë. Edhe unë jam ai që m'gjallë dhe që vdes. Shikoje mençurinë e Ibrahimit a.s. me i thonë, ai të bëhaj gara, ku mundesh me m'gjallë, kjo është njeri i gjallë, çish mundesh me... Ja. Mençuria e pejgamberit Allahut në debat dhe këtë na mëson nëse njeriu nuk e pranon një argument, shembull, nuk e pranon argumentin shembull, te ne kur të bësh debat me dikam për njerëzive, i thu që Imam Buhariu e ka nxjerr këtë hadith, ka thonë pejgamberi alayhis salam kështu. Ai thotë unë besoj hadithet, unë besoj veç Kur'anin, se Kur'ani është bashi do të më besoj. Çka do të më thonë? Tamam, mirë e kije. Se më thonë, jo, hadithi pejgamberit, a be thotë unë se besoj hadithin e pejgamberit. Ose s'puna, unë thotë nuk besoj, se nuk ka shpallje. Allah na ka thonë me besu Kur'anin, nuk na ka thonë me besu hadithet. Ku ai di unë janë tamam as janë tamam, Kur'ani është tamam. E ti çka, dush me bindën, jo, badiava, s'bindën. Do të më shkojmë në metodë tjetër. Çka është metoda tjetër?
mi thon tamam ti nuk po i beson hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çe po e lona çështo sikur ti, sikur I ka thonë Ibrahim sallam, edhe ti po mgjall po vdes. Su ka marr me këtë muhabet, ka shku te një muhabet tjetër. I thëna çka do kujna, a futi që vetëm Kur'ani do të më besu tamam. Kur falti namaz, kallzo me muti 5 vakte namazit ku shkruajnë Kur'an. Kallzo më ti mua në Kur'an ku shkon me bo ruku, me bo sejdë, si bo rukuja, si bo sejdë, sa regjati ka sabaj, dreka, ikindia, akshami, yatsia, çka lexohet në tejat kur I pat selam, ku janë këto xhemin në Kur'an? Së një gjeje. Ose e me haxhin me bo. Përmesëm, domethënë Allah subhanahu thot, bani një haxhin. Edhe na tregon se ka Arafat edhe ka tavaf, ama nuk shkon Kur'an se do të më bëj 7 tavafe. Nuk shkon Kur'an se do të më bëj 7 safe dhe merva. Nuk shkon Kur'an se do të më fuk ka 7 gurzi. Kretë këto, pejgamberi sa kur ka ardhur në haxh ka thonë khudhu anni manasikakum, merrni prej meje dispozitat e haxhit. Si ta bëju në haxh që ashtu keni me bëju. Nëse ju e bëni sikur që e bëj unë atëre keni tamam. Nëse ne si mon hadithet s'kena shansa. Allahu thotë në Kur'an jepini zakatin. Kur nuk shkon se 2.5 do të më dhon zakatin. As nuk shkon se sa dele do të më dhon. As nuk shkon se sa tokë pereqitit tokës duhet më nda. Këtë ku janë këto? I ki kitë në hadithe. E për ata, nëse ai nuk e beson ti dush më shku me diçka pak tjetër për me bind. Ka thonë masije ti Zot. Fa inna Allaha yati bi shamsi min al mashriq fa'ti biha min al maghrib. Nëse ti je Zot, edhe I ngjalli atë bën një sen tjetër. Çka është sendi tjetër? Ka thonë dielli lind prej lindjen perëndim. E ti bjerë prej perëndimit lindje. A mundet? S'ka shansa. Hajde zënë diellin. Hajde nale diellin të shkut në nën tjetër. Ç'i ka thonë këtë Ibrahim alayhis salam? E ka thonë se pejgambert Allahut kanë dituri. Dituria e ative kush e din ne shembull. Edhe ne si mos I shkon Kur'ani. Edhe mos I shikon hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse ne kishmi ditën edhe s'na kish shkon neve ndërmend se do vjerën një kohë para kiametit, dielli ka me lind pi perëndimit dhe ka me perëndon lindje. Kjo është më kiameti ku të bëhet më ketë. Me I thonë dukuj, na që se di, që ki dili që ato linë përit, ka I prapa, ka me shumë, në tjetër. Ati kontra ka marrë, a dhe ti budalin me vjetë babalar tonë, kitë njëna ka me donë në tjetër, s'ka shansa, kjo s'bond, kjo s'ndodh, një me logik s'ndodh, ama me diturin ndodh. Shembull nuk e kanë besu që hana është qa, kur ka thonë Allah azza wa jall në ajet, iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar, është afru kiameti dhe është qa hana, dhe pejgamberi sa ka thonë I pari shenjave të kiametit jam unë, se unë jam pejgamberi I fundit, nuk ka më mos me e pejgamber. Edhe një prej shenjave të kiametit është qamja e hanës, pejgamberi sa me ka qa hanën. U ka qa hana, pastaj u ka bashku hana. Edhe s'kan besu njerëz, kur e ka lexu dukush Kur'anin, edhe e ka marrën pit hujve, kur e ka pa, ka thonën, është afru kiameti o qa hana. Çfarë kiameti, as kiameti sa afrue, as hana sa qa. Edhe ka hi, e ka kall televizorin, ka hi NASA. Të e këshirat I hop, një dokumentar, si kur mi a qu inspirim tap, ato e këthon që tash e kemi vërtetu me në kohën e fundit që e kemi bo një vërtetim matë, një zbulim të matë që e kemi bo, se hana pas ka qenë e qame, edhe I ka tragjët që është e qame hana. Do në thonën, për me bindën, Allah I ka thonën këtina, Allahu azza wa jall e bje prej lindjes perëndim, breti ngonën e kundër. Interesant, hanën edhe diellin Allah ja ka mundsu di krijesave me I komandue. Edhe mos ka me I komandu më kurkush deri në kiamet. E para, pejgamberi sa me ka qa hanën, që është për krijesave të mëdhoja të Allahut azza wa jall, do është ngjit. Edhe e dyta diellin, a e dini me punën e diellit? Allahu azza wa jall I pejgamberit Yusha ibn Metta, Yusha I cili ka qenë djali I Yunus alayhis salam, pejgamber me Musa alayhis salam. Vdes Musa a.s. para se mu shliru Kutsi. Edhe ja le emanet që këti Jushës që me shliru ti Kutsin. Edhe Ben Israilet e kanë pasën ditën e shtun ditë feste. Edhe sot e kanë ditë feste. Edhe dini atë muhabetin e peshkut që kanë dash me zonë ditën e shtun që Zoti va ka ndalu asë një punë, veç me adhuru atë ditë. Sikur ne që e kena ditën e gjumo, jahudit e kanë ditën e shtun, e krishterët e kanë ditën e dill. Kur ka hi me shliru, thot, o kon ditë e gjumo, duke perëndu mo dielli. Edhe I ka ngrit dur, ka thonë, o Allah,
Nëse perëndon dili botë shtun, nëse botë shtun e kina ditë feste dhe kina haram ne me luftue. E nëse ne nuk luftojna prej gjumon deri shtunën e dillën nesën sabah, ato kanë me kthi ushtrien, kanë me forcu luftën, kanë me forcu betejën, ne s'kena me pas mundësinë me ju hi. Tash domethënë kemi shansën. O Allah, ehbis el shams. O Zot, ndale dillin. Koçit e dillin. E ka ndal dillin me lutjen Allah Zogjel, ja ka ndal dillin. Thuhet ja ka ndalë 2 ora, 3 ora, 4 ora, 5 orë, sa ka pas nevoj për me shtliru momentin që e kanë shtliru dhe e kanë ngrit flamurin se e kanë fitu besimtarët, Allah i ka dhënë leje diellit, hajde tash perëndo. Subhanallah. Kjo paramendotin historinë e njerëzimit kur s'ka ndodhur që koha mund ndal, për askan sa ndal koha. E ka ndal kohën me duan e çkti pejgamberit Yusha ibn Nun për ta shlirue Kutsin. I vetmi rast. Që nëse hinë nesër e shtun, nuk kanë mundësi dhe më thonë me luftue. A i ka thonën, nëse ti e atë që i menqëm, atër bjerë dilin prej në lindjem perëndim, e atër febuhit e ledhi kefer, a i muhusi mbet me gojt hapur. Dhe më thonë, mbet i befasum. Nuk ka mo me qka ti kundërvijet Ibrahimit a.s. Shka ndodh, masi e hub këtë debati që shështë. Debati është me logjik, debati është me argumente, kurse ne fiton dukush me logjik me argumente, kush çka bëhet? Shkon me forcë, me kërcënim. E ka ditë se në zarmë e kanë gjujt Ibrahimin a.s. dhe si ka ndodhur kur gjo, ka thonë në zarmë ndoshta ka shpëtu, po unë e kam një metodë tjetër. Çka ka metodë tjetër? E ka qit në arena. Përpara i keni pas do filmat vjetra, i qesin do arena me luana, tegër, edhe do më thonë e qet a i mbreti me bo hajgare me një person mi mbledh këtë okolla se qish ka me ngrona dhe qish ka me qesh. E thot jashtlon Ibrahimit a.s. 2 luanat uritur në një arenë, që kinë mruti. Edhe kur vinë ato luanat, vinë e lëpin dhe i përkullën para Ibrahimit a.s. Nuk i bëjnë as një sent. Ai qartët, thot ki njerë për një me qenë ka diçka i pazakont, do më thonë, nuk është njeri zakont ki njeri. Thot largohet, po më ndodh diçka e keqe me ketë. Largohet Ibrahimi a.s. Subhanallah, sa largohet Ibrahimi a.s. Këna thonë se çdo herë një pejgamber, kur e ka thirrë një popull diçka, nuk e ka ndëgju. Pejgamberi u mundu në mënyrat ndryshme edhe i ka ardhënimin. Ka të njerë pejgamberi Allahut ka bo dua për ato që Allah t'ja thej qafën. Ka të njerë s'ka bo dua pejgamberi Allahut. Mirë po Allahu Azza wa Jall ka xhelozu për ato robët të cilët i ka ushqi, ka dhonë me hangër, me pi jetë e pejgamber e argumentet fund s'kan besu. Thot pasi që i largohu, thot Ibrahimi a.s. Allahu Azza wa Jall e dërgon një melek të në formë njerit mbret. Se ki ka qenë atëherë mbreti i ketë si përfaqës tokës. Edhe e ka pretendu se një jam Zot. Ka ardhën i ka thonë ki meleku, unë jam një mbret i fuqishëm dhe e kam një ushtri. Atë shfuqishme që nuk ka mundësi mi mleti i ketë njerëzit si përfaqën e tokës me mu kur ndërvime dhe fitu luftën teme. E ki një kush si dush me talon mbretrin, me vazhdu që kështu, të mbesësh mua se unë jam Zot. A i thotë, ja, unë jam Zot, s'ka në Zot, unë e maj fuqishmi jam këto dhe s'ka Zot. Shkon, ven për zditi. I thot, me një kush ka me talon mbretrien dhe s'ka me të ngullë se dhe ushtrien tonë, besom që unë jam Zot. E sprovon në ta që i ka sprovu ki njerëzit. 3 herë thot në ven këtë formë. Mas 3 herë i thot këshire, prit 3 dit. Pregadit një ushtri matë madhe që ka eksiston, matë fuqishme, specializat matë mirë. 3 dit ki ko, mi pregadit, unë kam ardhë me ushtrin teme. Kur kam ardhë me ushtrin teme, që ato ushtri që kemi pregadit, vesh me që ato kam i sulmu. Tjerë të kodë nuk kam i sulmu. E ti nuk të miti që ta shofsh, si shkon procedura. Çuditët ki. E pregadit një ushtri kitë madhe, qka vjen, Allahu Azza wa Jall ja u dërgon këti me lekit i thot që i dërgoja qka? Miskojnjat. Para me miskoja. Sa është miskojnë e mitë që tap, miskoj. Pejgamberi e ka krahasu miskojën se çash është e thjesht, ka thonë ti shpas do njoja vlerë të Allah sa fleta e miskojës si kishallon qafirët me pi ujë. Do thonë miskoja diçka përdoret shumë e thjesht. Edhe kur ka ardhur për me përmend Allah diçka për të madhe, ka thonë Allah krijon diçka shumë të madhe, po Allah e krijon diçka që është edhe më e vogël, surën Bekare. Ba'udatun fama fawqaha. E krijon edhe një miskojnë edhe çka është mbi ta.
Ato kanë thonë miskoja më e vogla edhe çka është me miskojë. Jo, ka thonë miskoja, për mi shpinën e miskojës, kanë një far insekt, një far paraziti që jetoj kanë shpinë të miskojës, ajo kur ushqet ajo pjasaj ushqet edhe është mbi shpinën e miskojës, a para më në miskoja sa është e vogël. Thot i ka dërgu, thot këta miskojat, thot edhe i kanë bo, do më thonë qellit, sa që janë hapë, thot porta e miskojave. Thot kanë zbrit sikur me zbrit pi qellit. Thot është mbush si përfaqja e qellit me miskoja. S'kan pa vend që s'ka miskoj. Thot i kanë sulmu, kanë fillu me vapi gjakin. Para menot, qaç të fuqishme, jo miskoja normal. Miskoja, ja kanë pi gjakin, thot ja u kanë hangër mishin edhe vjamin kanë mri vetëm neshtra. Kret vetëm ushtrien që e ka pregadit. Nemruti, kur e she zverë dhe të ketë. Masi e sos ketë e shef, hinë pallat mshelet mrena, është interesant se miskojnë, sa të dush mshelit dyrt, e ki pa i mshel ketë dyrt me klima, me se mështë tash është një miskoj natën, sa i shkin drita cilët në përkrije. Gjithit e në ki nga rejnë, ama, është një faru ushtrije që, abe, qka të dush e i pallatin që e ka matë portifiku, matë fort, një miskoj mrena ka me hi, Allahu alem, hinë një miskoj. I ka hi një miskoj, kur i ka hi një miskoj këti Nemrutit, jo me shku me hangur si kur ushtarët me ashtu, po i hin një miskoj në humë. Edhe i mbet, do më thonë, të thuët qëktu, në balë mrenda, do më thonë, këtu ka qarkullon gjake, të kush ka thonë i ka hi mrenda në trunë. Edhe Allahu kur donë diçka i thotë vdes, kur i thotë Allahu mos me vdek edhe në trunë jeton, nuk vdes. Njeri me shtin zarmë gjegën, xhehenem kanë menet me qindra mija vetë, la yamutu fiha wala yahya, as nuk është i gjallë, thotë as nuk është i vdekt, ai lëviz. Në më thonë, nëse Allah i thotë mos me vdek, s'ka, i thotë shpirtit rriq aty, s'ki me dalë. Ama të shtik, pas ama pos pleskavic, ama që aty ki me nejtë. Thot hinë, thot miskoja, fillon, thot t'i dhonë me krija me të madhe. Para menoti pak diçka me dim krija si ato që e kanë migrenën, nga gratë shumica është një smuje, ka 3-4 ditë hiq as drita, as kur gjo, krijen e mështjellin, sen nuk guzon as mi i folë, dukush ashtu se dhim të madhe. E qka ka konë dënimi këti mi hi miskoja në trunë, edhe thot i kanë mshue me qekiqa, para meno me qekiqa i kanë mshu, kur i kanë mshu i ka dhimë shumë, a më vetë qekiqa ka nalë. Dhe më thonë, ja ka me dalë mend për dhimtës, ja ki me hangur që te ka të cilës për me të nalë pak ajo dhimta që ka e kije. Thuhet se ki ka bo zullum 400 vjet ka qenë mbret. Në mbruti 400 vjet. Ka transmetime, thot 400 vjet ja ka hangur shpitin që e miskoja. Në transmetim. 400 vjet ki bo zullum, Allah ka me ta quni miskoj 400 vjet se në ki mu bo rahat. E thot njerëzit i kanë ra me qekiqa, me qëka, aj që ju ka dhimë i familjes vetë, thot i ka marrë një 2 grushta, sa ka mujtin krija ka nalë, me 1 grusht nuk ka nalë. Nuk ka doshtë të 2 grushta, sa ti hapësh mirë shu, dan ta përzretish midis. Edhe se ka nxerë shpirtin. E thot që ashtu i ka darë, thot pasta i ka darë, do më thonë shpirti qaj miskoja e ka shkatruhe, do më thonë qatë Firaun. Qatë Nemrut i cili ka qenë Firauni asaj kohës, se Firaun është do mbret i cili është zullumqar është Firaun. E u thonë. E pasi që vdes ki do të thot ki Nemruti, Ibrahimi a.s. nisët për në shkue për në Haran, për në Siri. E është interesant këtu, në jetë, e përshkun Allah azvëgjër, thot, a nuk e kini pa, i thot Muhammedit a.s. A nuk e di, a nuk e ki pa, apo nuk e kini dëgjue rastin e Ibrahimit a.s. Kura e polemnizon dhe e fiton në debat një mbret i cili aj mbreti e zinte vetin që o zotë, kësë unë në gjalli e unë e vdes, e unë e bi djellin për prendimit lindje, e pastaj vazhdon ajeti thot, o idh kale Ibrahimu Rabbi erini kejfe të hilmaute. Subhanallah, djetarë thënë kështu. I ka bo vezvese aj Nemruti me qëto muhabete se në gjalli vdes në aton keton, si kurse shejtoni ka ardhën Ibrahimit a.s. i ka bo vezvese, a thu valë që isha Allah i më gjallë edhe i vdes njerëzit. Sa në gjallë me mitë po, ama mësi të shkatrohet bod dhe i prap, murin gjallë. Thot, subhanallah, mësi delpit e Nemrutit të shku udhës, e shef një magar, një gomar të ngartht, në tokë. Duke e hangër, thot, e gërsirat edhe shpest. Edhe kër e shet që këtë gomarin, shitoni, i thot, e shet që kur dhe e kanë hangër, disa copat mishit kanë hinë të barku i e gërsirave, disa copa dhe eshtra kanë hinë të barku i shpesve, edhe atë janë shpërndana për ketë, qish ka më ardhen nesër mishi edhe eshtra e qatina që e ka hangër, më ardhen mu bashku që ki gomar, ose mu bashku dhe një njeri, më si është ka përdert ketë. Ibrahim e Lesam ka thonë, o idh kale Ibrahimu Rabbi erini kejfe tu hilmaute, o Zot,
a më tregon se si më gjallë, si i rinë gjallë ti njerëzit, si të ti rinë gjallish. Allahu azza wa jalla i drejtohet Ibrahimit alayhis salam. Awalam tu'min, a nuk po beson Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, ka thonë gjithsesi o Zot, po të më forcohet imani, të më qetësohet zemra dhe më tepër mbindjen në besimin tanë. Thot pejgamberi alayhis salam, pasi që Ibrahimi alayhis salam ka pas nevojë mi pa disa argumente mi ushtu imani, e nejna më dop ne kena më tepër nevojë në mi pa këto gjona. E ç'i shohna në këto gjona? Kurse Ibrahimi alayhis salam pas nevojë mi pa këto se mi urit imani, po ne ka thonë pejgamberi sa që Kurani është mrekulli deri në ditën e Kiametit, që 1400 vjet nuk është ndryshuar as ti presi as ni shkronjë, këtë pejgamber që janë kanë me mrekullit, Musa alayhis salam ka vdek, me gjithë shkopin ka shkuar. Salih alayhis salam ka vdek, Salih alayhis salam ka shkuar, më mrekulli aty devën më nuk vina me pa. Ama Kurani ka me mbet mrekulli deri në ditën e fundit që ka me shkatruar Allahu këtë botë. Edhe sën ka me mujt me ndryshu kur gjon nga ky libri. Sikur që janë ndryshu libra të tjerë. Mrekulli, e këti kur ta besojsh Allahun, se të kushtot e, qysh be, ki ka fol, ki u kam gjalla, që kjo është Kurani, nëse ti ki besim në Allahun, ki besim Kuranin, se kur ti thush dukush kësaj ka thonë, që i ka thonë Allah këtu në Kuran, që shqipër e interesant. Apo dyshon e ibn, jo, ka thonë o Zot, vallaj nuk dyshoj. Atër ka thonë, meri 4 shpes, 4 zoq, bani copa të zoqt, edhe në 4 kodrat copa në kësaj, jo me një ven, copat përzia të copat, krejt, edhe në 4 majet kodrave shko, pastaj fesur hun në i lek, pastaj thot largohu prej ative, pastaj thirrjat ato, tine ke saja kanë me të ardha të shpes, thot i ka pa duku bashku ato krejt, hop, duku mbledh njëri me tjetrin, edhe kanë ardhur para duke fluturuar, disa në transmetime duke hec, kanë ardhur para Ibrahimit alayhis salam. Me pas e pa vetë çuptung të u bën anket, ose në transmetime që ka thonë, coptoi krejt, veç kokët ative mbajnë dorë. Kanë marrë copat ative, pio atje krejt kanë mungjitën te dora jote, çdo njëri te krija vet ka me një. Edhe ki me pas si ka mu bo kjo. E Zoti i përmend këto ditë çto, më si sosut që me mbretin, në gjithë ajeti janë që kallzon, një për Gomarin edhe një për shpendin. E para për Gomarin kush është Uzeri alayhis salam, i cili thot shkon me një shkretir, edhe duke ecë në shkretirën, thot ka lënë e shef një qytet i shkatrum, komplet ai qyteti. Ka pas luftë, e kanë shkatruar qytetin, e ki po të njëre që i kimi po do fotot shkatrim total një qytetit, krejt. Edhe i ka thonë nuk ka ullë me një vend me Gomarin e vetë, e ka pas një Gomar që e ka pas rrugën për me shku të ara vetë, mirë për ndër ta ndalet edhe këshirë, edhe ndalet me pushu pak, Gomarin e ka dhe mërë t'i shka ushqimet, dhe nëzirë ushqimin, e thot ka pas pak rush ati, edhe ka pas pak uj, e thot të e këshirën ata, thot qish Zoti ka me rinjallën, që këtë majsi u ka shkatru mu ka bohi, qish ka mi mledh mo këto njerëzit, tu ka pas gjallërit madhe. Allah zëgjel ja merë shpirtin që ti pejgamberi që ti tu netën, të e këshirën atë qytetin. Sa jon gjum, ashabul kef kanë flet 300 vjet apo 309 vjet. Ki s'ka flet, bash ka vdek, ja ka marrë shpirtin, trang, çashtu mbet si okon e ka marrë shpirtin. Mas 100 vjetëve, jo një ditë di, 100 vjet, mas 100 vjetëve Allah ja kthen shpirtin këtina. Kur ja kthen shpirtin këtina, i thot melekë i ven, i thot, o robi Allahut, sa ki qëndru i vdekur. Ka thonë jomën o bada jomë, ka thonë një dit apo një gjimës dite. Subhan Allah, njeri kur zdese, a i ki po në varë, ka njerëzi me 100 vjet, miliona vjet, ndoshta në tokë. Kam ju du, kur dhe rinë gjallët atë dit, kam ju du si kur një gjimës dite ose një dit. Jo ma shumë. Si gjimës dite. Ka thonë kem lebithte, ka thonë lebithtu jomën au bada jomë. Ka thonë kun flet një gjimës dite ose një dit. Ka thonë vëndur ila himarik. Këshire magarin tanë. Magari vet, ka të sofë, është ka përderdh, eshtet janë shka përderdh, krejt, edhe a ushqimi i vetë ka qenë, do më thonë, i frest pa u prish. E ka thonën, apo do në tash me e pa ti se qish është rinjallja, Allah Zogjel ja mbërthen, ja kompleton eshtrat. Parasive, ketë eshtrat vinë, ka jonë konën, ketë vinë bashkohën. Pastaj do t'inveshet mishi, pastaj do t'inveshet lëkura, vjen një melek e frinë, thot Gomarin, edhe Gomarin gjallëtët edhe plet edhe kokën e ma të naltë. E ki po, Gomari kur plet të naltë këshirë.
Ka thonë kur ka plit, kur e ka kthi shpirtin, thot ka plitet dhe ka këshirë të nalë, ka menu që mësu ka bu kiameti, mësu ka bo ringjallja. Normal, ma që të vdesish, s'ka ma diçka tjetër, është vetëm ringjallja. Ka menu si ka mu ringjallën. I thot pastaj Allahu Azza wa Jall, e kështu ne kina me ringjallë. Për me forcu zemrën, Ibrahimit a.s. Allah e ka pru edhe një shembull tjetër, edhe për gomarin, mi thonë, o Muhammed, ringjalla ka me ndodhë kështu dhe ki Kur'an është mrekullit, ti tregon ndodhit 100% vërteta që Zoti ka qenë bikqyrës i krejt këtive rasteve dhe është regjistru në Kur'an. Edhe ai që e beson Kur'anin e ka bindjen e madhe në Allahun Azza wa Jall, për shkak se Kur'ani është ajo që është brekullia Allahut Azza wa Jall deri në ditën e Kiametit. E pastaj do të vazhdojmë me ligjëratën e Ibrahimit a.s. kur shkon në Sham dhe çka ndodh madh në Sham dhe pastaj çka ndodh, ka dhe një udhëtim tjetër në Egjipt, edhe prej Egjiptit kthehet dhe shkon në Mekë. Këta do ta shpjegojmë inshallah në ligjëratën e ardhshme, ditën e shtunë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allahu ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.